Unë nuk e besoj që zoti Ladroci përfaqëson interesat e BDK-s në Këngër. Unë nuk e shoh kështu të paktën. Unë se kom pa prej atij momenti kur edhe kemi bërë debatin, sepse çështja e tillë dhe narracioni i tillë në raport me votën, unë besoj që është i gabuar nga ana e tij si kandidat. Tjetra, Drenica është elektorat kompleks dhe është shumë konservator në raport me votën që ka ndaj PDK-s. Nuk ndryshon aq lehtë, nuk e kthen aq lehtë atë çka beson, dhe është pak e vështirë me bind me situata të tilla që cili më shumë për e përfaqëson, domethënë PDK-n, sepse unë besoj që ata e dinë. E treta, para se të kaloj tek pyetjet, futja e këtij narracioni shfrytëzim që po e bën aktorë të ndryshëm, qoftë edhe vetëvendosës, grupacionet vetëvendosës, natyrisht që kanë këtë qëllim. Dhe unë besoj është legjitime, zoti Edari. Pse po them është legjitime? Është betejë politike. Secila parti don me prish bazonet e njëra tjetrës të rast. Dhe PDK dhe fani vetëvendosje po synon me e bë këtë në Drenicë. Ka provuar Skënderaj, tash po provon në Drenas. Kjo është legjitime prej tyre, por sa është legjitime prej zotit Ladrovci me përqafu këto mas mirë dhe mund me pa vetë qytetarët kur dalin me vendos me 12 tetor.